Pas me shumë se 30 vite shpritje për banorët e lagjit Mark Lula, kjo ende shënon një kapitull të ri për përmirësimin e infrastrukturës në zonë. Kryetari i Bashkisë Shkodër ka inspektuar fillimin e punimeve për rikonstruksionin e rrugës Roza Lane dhe degëzimet e saj në lagjen Mark Lula, një investim që e fund pritet shumë vjeçar të banorëve të kësaj zone. Ka qenë jashtëzakonisht keq, edhe unë di shqetësimin, ka qenë shqetësim parë që është ballafaqur për mugjur kanë ardhur, edhe nëpërmjet banorëve, edhe në këshill, edhe e kena fillu atë procedurën sapo kena ardhur, po sigurisht ajo do kohën e vet, kështu që tani jemi në momentin e fillimit të ndërtimit. Është që projekti është më i gjatë bashkë me degëzimet, është edhe më e mirë dhe kjo çan edhe numrin e përfituesave të familjarëve gati në pesmi, sepse janë afërsisht 2-3 shkolla që janë, shkolla austriake, Korjezu, shkolla tjetër dhe banorët që janë pjesë e këtyre shkolla fëmijë nuk janë thjesht vetëm të lagjes apo të rrugës Roza Lane, janë tana lagjet përreth, kështu që fakti që rregullohen edhe degëzimet na ka rrit shumë edhe vizibilitetin edhe lëvizjen, po edhe shtu numri i fëmijëve në këto shkolla. Ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor përfshin ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, asfaltimin dhe ndriçimin e 1.6 km rrugësh të brendshme, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e jetesës për mbi 2000 banor.